Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Partitë politike po vazhdojnë fushatën zgjedhore, cila ka hyrë në ditën e 4, duke intensifikuar aktivitetet e tyre në komuna të ndryshme të vendit. Para qytetarëve, ata po shpalosin programet dhe prioritetet qeverisë, ndërsa kërkojnë besimin e votuesve. Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur tubim zgjedhor në Vushtrri, ku kandidati për kryeministër Albin Kurti premtoi dyfishimin e shtesave për fëmijë, forcimin e ushtrisë, zhvillimin e industrisë ushtarake, ndërtimin e hekurudhave dhe mbështetjen e bujqësisë. Po ashtu e njoftoi investime miliardëshe, projekte kapitale dhe programe për punësimin e të rinjve dhe grave. Kandidati për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje Albin Kurti ka shpalosur programin qeverisës në Vushtrri, nga ku kërkoi mbështetje për numrin 116 në zgjedhjet e 7 qershorit. Kurti tha se qeveria udhëhequr nga vetëvendosje do të vazhdojë politikat që sipas tij kanë sjellë përmirësime gjatë mandatit të kaluar, veçanërisht në ushtri, mbështetjen për familjet me fëmijë, sundimin e ligjit dhe zhvillimin ekonomik. Në mandatin që vjen, qysh në këtë vit, do ta kemi koncept dokumentin nga grupi punues që bëhet ligj, që shkon kuvend te legjislatura 11, miratot në 2 lezime dhe formojmë gjandarmërinë që lufton terrorizmin, e ruan vijën e gjelbërt të kufirit, pastaj e ruan infrastrukturën kritike dhe nuk lejon kurfar rrugësh të kontrabandës e të krimit të organizuar asnjëherë. Pse ne investojmë në mbrojtje, është për shkak se kena kojshin e keq. Po pse është e mundshme të investojmë në mbrojtje, është për shkak se kena rritje ekonomike. 7 miliardë kena gjetë ekonominë e Kosovës në vitin 2021, 12 miliardë është si vjet. Për çdo vit ja kena shtu ka 1 miliard. E që zhvillimi ynë të ketë edhe ma shumë, do të investojmë në prodhimtari, mbështetje nga shteti me garanci kreditore 1 miliard euro për 4 vjeçarin e ardhshëm për prodhimtarin. Kush do që prodhim bujqësor, zejtar, industrial, nuk ka nevojë me shku në bankë për kredi investive, me lënë hipotek, tokën, veturën ose shtëpinë. Shteti juaj garanton për juve. Ai premtoi gjithashtu investime kapitale duke përfshirë ndërtimin e 5 digave dhe 20 stadiumeve në mbar vendin, si dhe projektet infrastrukturore që lidhen me hekurudhat. Se mandati i ardhshëm do të jetë mandati i hekurudhave. 4 hekurudha të rëndësishme. Hekurudha Prishtinë-Durrës, që mbase do të vazhdoj edhe në Sarandë, e që lidh portin e thot Prishtinës me portin e ri të Durrësit, hekurudha nga aeroporti ndërkombëtar Adem Jashari te kryeqyteti i Republikës Prishtina, hekurudha Prizren, Ferizaj, Gjilan, Bujanovc dhe hekurudha Jugveri, Hanielezit, Fushkosov, Mitrovic, Leshak. Sipas Kurtit, me 7 qershor vetëvendosje do të ketë fitore rekord krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubim zgjedhor në komunën e Skënderajt, ku kandidati për kryeministër nga kjo parti, Bedri Hamza, premtoi rritje të pensionit për veteranët e luftës, ngritje të pagës për 50% për të punësuarit në sektorin publik dhe funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore. Kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza, para elektoratit në Skënderaj, premtoi rritje të pensionit të veteranëve të luftës, duke mos i ndarë nga e drejta e pensionit të moshës. Do të rrisëm paga pensionet për familjet e dëshmorëve 50%. Dhe nuk do t'i kufizojmë, a morin pensionin e moshës, apo e morin pensionin e dëshmorit. Dhe do të morin as pensione so ka dëshmor. Dhe kjo nuk është ekuivalent i asoj që ka dhënë ata për Kosovën. Kjo është
një kujdes minimal i shtetit për këto familje që kanë dhonë gjën më çmueshëm fëmijët e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Do ta bëjmë ligjin, ju premtoj që do ta procedojmë, do ta bëjmë ligjin i cili i mbron vlerat e luftës. Hamza theksoi se Kosova ka nevojë për stabilitet, zhvillim ekonomik dhe lidership me rezultate konkrete, duke premtuar mbështetje për bizneset, krijim të vendeve të reja të punës dhe rritje të buxhetit të shtetit. Ne do të rrisim buxhetin e Kosovës. E kur të rritet buxheti i Kosovës, po me Partinë Demokratike të Kosovës 50% do të rriten pagat për gjithë punësorit në sektorin publik të Kosovës. Edhe për mësues, edhe për arsimtar, edhe për profesor, edhe për polic, edhe për zjarfiks, edhe për personel shëndetësor, edhe për gjithë ata që realizojnë paga përmes buxhetit të Kosovës. Hamza po ashtu premtoi se me qeverisjen e tij do të hyjë në funksion sigurimi shëndetësor publik. Kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza, takoi sot edhe mësimdhënësit e komunave të ndryshme të vendit, para të cilëve premtoi se me planin e tij qeverisës, pagat e personelit arsimor do të rritën për 50%. Kandidati për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Hamza, ka takuar mësimdhënësit nga komunat të ndryshme të vendit. Me këtë rast, Hamza tha se nuk mund të ketë shtet të zhvilluar e as ekonomi stabile nëse nuk investohet në arsim. Nuk janë shtetet e pasura pse kanë resurse natyrore. Nuk është Brazili më zhvilluar se Japonia. Ka shumë resurse. Po janë pse kanë njerëz. E njerëz i prodhoni ju. Hamza shtoi se PDK është duke garuar me një plan program që e përfshin përmirësimin e të gjitha fushave jetësore, ku arsimi është prioritet. Në qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe unë si kryeministër, 50% kena mi rrit pagat për personelin nacional. Edhe për mësues, edhe për arsimtar, edhe për profesor dhe për gjithë ata që janë të angazhuar procesin mësimor gjitha nivel. Kandidati për kryeministër nga radhët e PDK-s Bedri Hamza, po ashtu premtoi digitalizim të sistemit arsimor, përmirësimin e kurrikulave arsimore dhe shtimin e kabineteve shkencore në shkollat e mesme dhe ato fillore. Lidhja Demokratike e Kosovës ka vazhduar fushatën elektorale në Lipjan. Kandidati për kryeministër Lumer Abdigjiku, duke prezantuar projektet për zhvillimin ekonomik, premtoi rritje të pagave dhe ulje të TVSH-s për produktet bazike. Ndërsa Vjosa Osmani tha se zgjedhjet e 7 qershorit janë vendimtare për forcimin e pozitës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumer Abdigjiku, ka vazhduar tubimet elektorale për zgjedhjet e 7 qershorit. Para përkrahasve të tij në qytetin e Lipjanit, Abdigjiku tha se programi i LDK-s do të ofrojë mbështetje për të gjitha familjet, ndërsa premtoi edhe heqjen e TVSH-s për produktet bazike. Në qeverisjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës, çmimet e energjisë elektrike nuk guxojnë të rriten as edhe 1 cent të vetëm për 4 vite të ardhshme. Për qytetarët e Kosovës, përveç se duhet kemi çmime më stabile, duhet të ofrojmë dhe paga më të larta. Prandaj do të rrisim pagat në sektorin publik me koeficientin 150 për 80.000 punësorit në këtë sektor. Paga e mësuesit në Kosovë me qeverisjen tonë do të arrijë për herë të parë në historinë e Kosovës plot 1.000 euro në muaj. Bartësja e listës së LDK-s Vjosa Osmani gjatë këtij tubimi tha se qytetarët me 7 qershor e kanë mundësinë të zgjedhin për të ardhmen e vendit dhe antarësimin në mekanizmat ndërkombëtar. Kur Kosova është më afër Amerikës, është gjithmonë më e fortë. Kur Kosova është në NATO, është e sigurt dhe me kufi të betonuar. Kur Kosova është më afër Bashkimit Evropian, ajo është e zhvilluar. Dhe kjo është arsyeja pse bashkë me Lumirin dhe bashkë me kryetarin Kampion dhe me gjithë ju të tjerët kandidat kryetar komunash, ne jemi të bindur se në këtë garë ka vetëm një vizion i cili e çon Kosovën përpara dhe rikthen atë fuqishëm
në qendër të aleancës perëndimore. Në këtë tubim, në mes të tjera, Shu tha se Kosova ka nevojë për një qeverisje tjetër që do të mundsoj zhvillim ekonomik dhe mirëqenie për qytetarët e vendit. Investime miliardshë në kryeqytet, deri në 1.5 miliard euro, projekte infrastrukturore dhe reforma në arsime shëndetësi. Këto ishin disa nga zotimet që kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër, Lumir Abdigjiku, i prezantoi para mbështetësve në tubimin e mbajtur në degën e dytë të Prishtinës. Lidhja Demokratike e Kosovës në vazhdën e aktiviteteve elektorale për zgjedhjet të parakohshme ka mbajtur tubim në degën e dytë në Prishtinë. Lumir Abdigjiku, kandidat për kryeministër nga LDK, prezantoi disa nga prioritetet e programit të tij qeverisës dhe premtoi investime në kryeqytet prej 1.5 miliard euro. Do të bëjmë edhe unazën e jashtme të Prishtinës, zotim i parë elektoral i hyni, po do të bëjmë edhe mësimin tërditor me jehonën, me bashkëpunëtor këtu në Prishtinë, si që ka nisë në 11 shkolla, le ta bëjmë secilën shkollë Prishtinës, dhe po do ta bëjmë spitalin edhe të Prishtinës, edhe spitalin e Kosovës këtu në Prishtinë. Janë 1.5 miliard euro për kryeqytetin tonë, për qytetarët tonë. Vjosa Osmani, bartës e listës dhe kandidate për presidente nga LDK, duke i dhënë mbështetje Abdigjikut, tha se me të kryeministër çdo zotim do të bëhet realitet. Ju bëj thirrje në veçanti juve si një degë jashtëzakonisht të suksesshme e Prishtinës, që e ka dëshmuar këtë sukses edhe në zgjedhjet e fundit ku e rizgjodhet kryetari në Roma, që në këto zgjedhje nacionale mos të lëm asnjë gur pa lëviz për ta mbështetur Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në këtë tubim u tha se LDK synon të ofrojë qytetarëve mirëqenie dhe ekonomi, derisa u zotuan për angazhim në zbatimin e projekteve që sipas LDK-s do ta çojnë vendin drejt një faze të re zhvillimi. Me premtime për më shumë mbështetje financiare për qytetarët, bizneset dhe fermerët, kandidati për kryeministër nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, ka vazhduar fushatën zgjedhore në Klinë. Ai tha se programi i qeverisës i Aleancës synon përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve dhe krijimin e kushteve më të favorshme për zhvillim ekonomik. Në tubimin elektoral para qytetarëve të Klinës, kandidati për kryeministër nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, premtoi përkrahje për mosimdhënësit e pensionistët, si dhe për gjithë shërbyesit civil. Jemi të premtuar rrugën qysh mrrijim me i pas pensionet çfarë i dojmë. Pagat e mësuesve, policëve mos i harroni, kemi policë të gjendjet jashtëzakonisht keqe. Pagat e shërbyesit civil, të minatorëve të trepçës, të gjithë. Duhet me imri ato standarde dhe mujmë me imri ato standarde. Përmes programit qeverisës të këtij subjekti, AK premtoi lehtësira për bizneset dhe subvencionim të fermerëve. Po edhe subvencionimin ja bëjmë ferre drejt, jo me ju dhënë para atyre që nuk punojnë, mos me ju dhënë bujqve që punojnë. Se ka mu konë dikush që e ka një librari si Blinera, me pas mundësi mu zhvillu. Ose dikush që e ka një qajtora, një omeltora, një gjampresa, çka do të qoftë edhe jemi të ju tregu rrugën, rruga që jemi të e përmen për gjithë ta njerëz, për 100.000 bizneset voglat mesmosh, nëse veç ngrisim pragun e të vëshës 100.000 euro. 3 fish ma shumë pare në bank për një herë i kini me pas. Gjini në Klinë kërkoi përkrahjen e qytetarëve për Aleancën si dhe votimin e 7 kandidatëve që vinë nga kjo komunë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mbajti tubim elektoral edhe në komunën e Podujevës. Kandidati për kryeministër nga ky subjekt politik, Ardian Gjini, gjatë prezantimit të programit qeverisës, premtoi siguri, energji elektrike dhe zhvillim të Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mbajti tubim elektoral në Podujev. Kryetari i kësaj partie Ardian Gjini shpalosi programin qeverisës para qytetarëve duke premtuar siguri, energji dhe zhvillim. Mrena korrikut si konstituohen institucionet e Kosovës. Muim me hek taksen ose tatimin në tokë punume. Me njëherë i ndron xhepi secilit bujk. Me njëherë i ndron xhepi. Muim me rrit pragun e të vëshës 100.000 euro dhe po du mi thjeshtu për mi kuptu tënë.
Në momentin që e ngrisin qatë prag, gjithë zejtartë e Podujeves, e Gjilonit, e Mitrovicës, e Istogut, e këtë Kosovës, për një heri kanë me pas 3 fish ma shumë mjetën kontot vetat. Për një heri. Gjini tutje premtoj zhvillim ekonomik dhe përkrahje për bizneset. Nëse vjen një bashkëdhetari joni edhe i ka 100.000 euro dhe do mi nis një biznes, lodhet halapa ja nis. Nuk mundet as mja nis, se kanë mjë lyp 100 letra, se kanë mja lyp tatimin halapa i shti paret në punë. Se kanë me i thonë kime e pagun 1, 2, 3, 10 halapa ja nis. Para me noni që a kështë do në Kosovë nëse na i themi biznesit start-up, biznesit vogël, 3 vjetë s'kini me pagun tatim. Kandidati AK-s për kryeministër tha se vizioni i kësaj partie për fushën e arsimit është më cilësori dhe i duhuri dhe kërkoi përkrahjen e llapjanëve për të jetësuar programin e tyre zgjedhor. Që është misioni i Aleancës. Këtu po e përfundojmë kronikën zgjedhore të nderuar shikues, të cilën u sjellim çdo natë në orën 23 me zhvillimet më të fundit nga fushata elektorale. Ne ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë.